koordinatori i Edi Ramës për të gjitha organizatat kriminale dhe kartelet e drogës. Njeriu që nëpërmjet akshit të lindave, lindës surrelit apo patronazhistes së akshit dhe lindës drejtoresh, ai kontrolloi çdo të dhënë në internet të shtetasve shqiptar dhe shtetasve të huaj në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ergys Agasi ishte dhe është personi që sipas pohimeve verbale ndryshonte, emronte e çemronte ministrat e brendshëm dhe kishte një kontroll fjoll mbi shikun, tashmë të denoncuar nga unë prej vitesh në mënyrë të përsëritur. Miqësia e kryetares së Shikut, drejtores së Shikut, me Agasin është denoncuar në mënyrë të përsëritur nga kjo platformë. Kemi paralajmëruar se shtrirja e kontrollit dhe influencë të këtij mafiozi mbi shërbimin informativ kombëtar nëpërmjet miqësisë që kishte me Hysenin, e njohur tashmë si agjente e përbashkët e Ramës dhe Vučićit, lën dyshimet më të mëdha për infektimin e këtij institucioni. Ergys Agasi ka patur de facto, jo de jure, si arkitekt të interiorit Edi Ramën për vilën e tij, të ndërtuar pikërisht në zonën e ndërtesave qeveritare në Durrës. I kemi denoncuar me kohë vizitat e tij, angazhimin e tij gjerë në detaje në rendimin e vilës së supermafiozit Ergys Agasi. Ergys Agasi ka disponuar në zonën më qendrore të Tiranës një zyrë studio, apo ta quajmë ç'të doni, më e veçanta në llojin e saj në Shqipëri dhe mbase në Europë. Zyra e Ergys Agasit ishte e regjistruar në figurë dhe në zë, bënte regjistrime në figurë dhe në zë, sapo hapje derën dhe gjersa dilje nga ajo derë. Manjak. Ky ishte manjak. Se manjak bëjnë akte që thuhet i pse i bëjnë, i bënte ai.
mirë po regjistrimet e tij duhet ta dinë shqiptarët herëherë provojnë se ajo zyrë ishte një kuplara e vërtet në mes të Tiranës. Në atë zyrë janë paraqitur pa asnjë motiv zyrtar ministra, ministre, drejtorë të përgjithshëm, drejtoresha të përgjithshme, deputete, janë paraqitur gjykatës, prokuror, zyrtar të lartë policisë e tjerë e tjerë. Pra, zyra e agasit në blok është zyra e një mafiozi ku përdorshin të gjitha mjetet për arritjen e qëllimeve. Këto fotot, zërat, videot, të gjitha i disponon policia, i disponon prokuroria. Ata po fshin ministrat, sipas disa burimeve. Ata po fshin deputetët, po fshin zyrtarët me të lartë, por i garantoj se jetimi i tyre nuk do ndalet ndonjëherë. Nuk ndalet ndonjëherë ai jetim. Ergys Agasi u arrestua dje pasi lvizi 8 muaj lirë shëm. Gjatë zotaj e të shtëpia vetë. Në Mazë dhe pika tjetër të Kancit në Surrel. Se çfarë deshte, pse shkonte në Surrel, atë le ta jetojnë. Por udhëtimet e tij në Surrel janë denoncuar disa herë në këtë platformë. Pra, Agasi në aparencë ishte në kërkim, por de facto ishte i lirë, lëvizte kudo, natyrisht me shoqërues lëvizte. Do ta theksoj këtë, me shoqërues. Tani vim tek momenti i arrestimit afër shtëpisë tij, me pantallona shkurtra, me nallane dhe një polic në timon. Çfarë ishte ky arrestim? Nallanet, pantallona dhe shkurtra, policin timon, të gjitha këto flasin më shumë se për çdo gjë tjetër, për një arrestim të negociuar. A ju kujtohet ju kur u dorëzue famozi Balili? Ju kujtohet apo jo? Nxirja unë qytetarëve. Cilin pati shofer? Famozi Balili. Ardi Veliu. Edhe ky shpatarakut,
Shpatarakun, ai Veliu, nuk mund të them me siguri, sepse do të kesh, por qytetar digital më kanë informuar se sipas burimeve të tyre policore, theksoj, ditën e diel në një lokal të kontrolluar nga karteli në Elbasan, Taulant Balla ka zhvilluar një takim jo të shkurtër me Gysagasin. Në Gysagasin, vetë qytetari digital thot që është mirë të hetohet, por burimi është mjaft serios dhe i sigurt. A mori përsi për Taulant Balla negociatat me të, në emër të Rams dhe me porosi të Rams, nuk mund të them. Por qytetari digital thot se është takuar me të. Agasi është pronar i makinave të blinduara, i makinave më luksoze. Shkoj u gjet në një makinë krejtësisht koti me shofer policin. Edhe kjo pra, janë disa element që po t'i lidhish bashk, flasin për një arrestim të negociuar. Por arrestimi ti është një zhvillim pozitiv në mënyrë të padiskutueshme. Ajo çka Partia Demokratike kërkon i bën thirrje Europolit, Eurojustit, vendeve partner të monitorojnë me seriozitetin më të madh këtë proces. Ata kanë legjitimitet të plot, sepse veprimet e Gysagasit janë bërë dhe në dëmtim të shtetasve të tyre në territorin e Shqipërisë. Ai kontrollonte çdo person që hynte dhe të gjitha komunikimet. Në këtë kuadër, procesi Agasi mund të tejkalojë çdo proces të zhvilluar gjerë sot ndaj bosëve të mafjes në Itali, Shtetet e Bashkuara dhe Gjetiu, mbasi informacionet që ka disponuar Agasi në internet kanë qenë të pakufishme. Agasi ka qenë një rrezik për NATO. Agasi të gjitha dhënat e sistemit TIMS ja u ka dhënë armiqve të NATO-s dhe kartelit të troprinëve, midis tjerash. Ndaj dhe edhe njëherë thirrja ime për organizatat ndërkombëtare, Europolin, Eurojustin, por edhe agjensitë e zbatimit ligjit të vendeve partner të angazhohen në monitorimin dhe ridimensionimin e hetimit Bardhyl Agasit, që është vetë Edi Rama, që ka vepruar në emër të Edi Ramës,
që ka në kontrol të plot Edi Ramën dhe e mbyll këtë me thirrjen për dorëheqje urgjente të Edi Ramës, mbasi s'është gjë tjetër veç se një agas në karriken e kryeministrit. Faleminderit. Ambrosia Meta nga Syri Televizion. Ju e përmendët edhe pak më parë çështja e arrestimit të Ergyes Agasit ka ngritur pikpyetje për mënyrën se si u bë. Është ekzekutuar nga policia e shtetit, çfarë do thotë që për arrestimin është dhënë dhe miratimi i kryeministrit Edi Rama. Pse do ta dorëzonte Edi Rama Ergyes Agasin në këto momente dhe keni ju informacione nëse kanë qenë të përfshirë në operacion ose është kërkuar kjo gjë nga ambasadat dhe raporti me Belinda Ballukun. Mund të ketë gisht ir zëvendës kryeministra në këtë arrestim? Pyetje e parë. Pyetje drejt. Tani, në rast se ky është një arrestim i negociuar, nuk ka diskutim që është një arrestim i negociuar nga Edi Rama. Dhe pastaj bëhet një proces si në rastin e këtij Ilir Beqës, që i thonë ke ngënë një drek me paratë europiane në restorantin tënë dhe dënohesh me kaq, pa çka se në anën tjetër janë 300 milion koncesionet e shëndetësisë dhe nuk thuhet një fjalë. Madje edhe ai zëvendës ministri u liruam duke të fare një që e kishte edhe si punë kushuriri ky. Pra, kemi të bëjmë me një rast ku Edi Rama arrin nëpërmjet kontrollit që ka me SPAK-un ta ripërsëris apo siç bën me Alqi Bllako, a e din ku është sot? Është këshilltari Harambegaj, i dënuar me burg për vjedhje që ka bërë në Djegësat, dhe këshilltari Bajramit, s'ka këtu, kush paguar më shumë shkon me larg. Priti, Oltën Bistrin, kur ta shohësh në një ditë në funksionet më të rëndësishme. Nuk kanë asnjë lloj kriteri moral apo zyrtar të vërtet. Në këtë kuadër, thash, këto element që rëndita flasin se është një arrestim i negociuar. Pse? U arrestua, që u bën përpjekjet të ndryshme, që ti dini. U bën përpjekje ta paraqesin të zhdukur si Dis Martini. Dhe tentativat forta në këtë drejtim. Menduan se duke nxjerrë opozita një tezë të tillë, do ta bënin më të besueshme. Po opozita sigurisht që nuk ra në kurthe të tilla. Arrestimi i Ermal Beqirit në Francë e lakte krejtësisht të zbuluar dhe ne denoncuam që ky lëvizje, ky shkote në Surrel u bë pra tepër vulgare dhe akuzuese për Edi Ramën, prania e tij e lirë. Kështu që ka shumë mundësi që Rama bëri një marrëveshje me te për ta mbyllur, siç mbylli dosjet tjera, ku është vetë Imti Kur gjerë në Palç, tek Djegësi i Tiranës, që ka dhënë 8 muaj përpara ka dhënë bonusin për kompaninë që nuk ekzistonte, apo tjerë tani me radhë. Në këtë kuadër, a ka mundësi tjetë një ndërhyrje Ballukut kundër Ramës, nuk përjashtohet. Po, ç'është e vërteta, ajo që më prish pak më gjithë nallanet dhe pantallonët e shkurtra janë më shumë flasin për tezën e parë. Mundet, pa diskutim, që ndikimi i
lubis tek drejtori aktual I përgjithshëm është patologjik. Patologjik. Dhe të kenë vepruar çfarë do t'i sillte lubis kjo tani, nëse e ka bërë. Kjo shtrinte lakun e saj, jo vetëm në fytin e Edi Ramës, por dhe në fytin e Linda Ramës. Kështu që një siguri a jepte edhe më të madhe lubis, se në qoftë se ti nuk heq dorë, ose në qoftë se ti lëkundësh në mbrojtje ndaj saj, ndaj lubis, atëherë ti nuk do jesh vetëm ti që do shkosh me lubin, po do jetë edhe Linda, patronazhistja e Akshit, që do të ndjeki mrapa. Mundet. Në pallatet e krimit nuk ka intrigë që nuk mund të përftyrohet. Ndët faktin që ka qenë Taulant Balla njeriu I cili ka negociuar, le të themi dorëzimin e Ergyes Agasit sipas informacioneve që vijnë nga qytetari digjital. Pse do negocionte Taulant Balla arrestimin e njeriu I cili e hoqi nga detyra, le të themi, ose e shkarkoi? Ke të drejtë. Taulanti ka thënë, jo në Taulanti, janë 3 e vërteta. 3 ministra rendi që kanë thënë ne na ka shkarkuar Ergyes Agasi. Por kohrat ndryshojnë. Tani siç e shef, Taulanti është bërë se po të shohësh tani hartën ose kompozimin politik. Kush ka patur protagonizëm në këtë verë të nxehtë për Edi Ramën? I pari ka qenë Taulanti, Blendi Gonxha, Zeqinea dhe Sara Mila. Të tjerët kanë heshtur si fije e varrit. Tani, Taulanti e vërteta është që ka bërë protagonizëm, nuk mund t'i morë. Në mbrojtje të Edi Ramës. Thuhet se do shpërblehet me post të kryetarit parlamentit. Nuk e di, por këtë kam deklaruar edhe këtu. Para 2-3 javësh më kanë thënë se ai është projektuar. Në këtë aspekt, duke e pa veten në rrethin më të ngushtë tek Ramës tani, mundet që Rama ta ketë ngarkuar Taulantin duke patur parasysh lidhjet e tij si mishi me thojnë me kartelin e Elbasanit. Mundet. E gjitha kjo. Po, tani, burimi, thot, këto I kam nga një burim serios policie, por verifikim duhet. Prandaj dhe, po të dojnë hetuesit, ta hetojnë. Fakti që është arrestuar Ergyes Agasi në thelb nuk I ndryshon shumë gjërat, për sa kohë që është Edi Rama ai I cili përcakton se kush do të ketë pushtet. Çfarë do thotë që mund të ngrejë një tjetër person I cili ashtu siç erdhi Ergyes Agasi nga, le të themi, një person I zakonshëm në administratë u bë një nga njerëzit më të fuqishëm. Dhe Rama këtë pushtet mund t'ia jap dhe dikujt tjetër. Në thelb të zgjidhjes është në një farë mënyrë lufta me kryeministrin Edi Rama. Si do sillet opozita në sesionin e ri parlamentar dhe në këtë pikë që kanë arritur gjërat? A ka kuptim që ju të qëndroni në tryezën e reformës zgjedhore përsa kohë që Edi Rama shkoi dhe bëri një, le të themi, propozim të njëanshëm për reformën territoriale? Tani, për reformën territoriale, ne sot kemi një mbledhje të Këshillit Kombëtar dhe një nga pikat në Nedicë është reforma territoriale ku do marrim vendimet tona. Pa diskutim që ne do I përgjigjemi bojkotit të njëanshëm që Edi Rama I bëri reformës territoriale. Ne kemi vazhduar punën për djeni, përfaqësuesit tanë
kanë shkuar në të gjitha digjesat publike të organizuara dhe në gjitha protestat e organizuara për shkak të reformës. Kanë patur një konsult shumë të mirë me Kongresin e Autoriteteve Lokale Rajonale të Këshillit të Europës. Kanë takuar përfaqësues të ambasadave të vendeve të mëdha në Tiranë. Këto gjërë tani. Qendrimi ynë tjetër do përcaktohet sot për hapa që do ndërmarrim. Ne nuk tërhiqemi nga refuzimi kategorik i reformës e Edi Ramës. Dhe po shfrytëzojmë çdo lloj hapësire që mund të gjenë për ta kundërshtuar atë. Do të lejoni seanca normale në parlament në këtë situatë për të qenë konkret. Me që keni thënë që bojkoti nuk do të bëhet. Po, ne në këtë seancë dy çështje kemi. Dhe këto lidhen me të drejtat tona themelore kushtetuese. Deputetët tanë nga java e dytë ose e tretë e majit kanë përgatitur amandamentet për t'ju përgjigjur të gjitha kërkesave me shkrim të përfaqësisë së protestës për ligjet, për ndryshimin e ligjeve. Dhe në shkelje flagrante të kushtetutës, Kryesia e Parlamentit i ka mbajtur në shirtar dhe nuk ka sjellë seancë plenare. Gjë e cila bëri që ne të mos paraqitemi në dy seanca plenare. Lidhur me ligjin për reformën territoriale, se kanë punë një ligj ata. Sigurisht që ne qëndrojmë fuqishëm kundër tij, por përsëri ne kemi një bojkotët e seancave nuk janë të përjashtuara asnjëherë, por një nem kemi ne në statut për shkak të përvlimit që patëm me ato bojkotët e zgjedhjeve lokale të tjera që ne nuk bojkotojmë. Kjo është. Dhe kjo sigurisht ndonjëherë ka pasoja edhe jo të dëshuara, por do i përmbash sepse nuk është se bojkoti sjell ndonjë, për shembull, themu, ne vërtet patëm kërkesa të shumta që të marrim pjesë në reformën territoriale. Edhe me përfaqësi nga komunitetet. Ndonë se ishim të bindur se Edi Rama në absolute ndjek vetëm interesin e pushtetit të tij. Ne morëm pjesë. Morëm pjesë, kam shpjeguar edhe për faktin se ishte një kërkesë, një nga dy kërkesa themelore të Komisionit Evropian në raportin e tetorit që për Shqipërinë. Kështu që qëndrimet do përcaktohen, por natyrisht ne do të vazhdojmë shpall dhe sot mbështetjen e fuqishme për protestën rinore qytetare, pjesëmarrjen sa më masive në atë protestë dhe pastaj të gjithë vërmëtarin tonë për modernizimin e partisë, për reformën territoriale, përgatitjen për kandidaturat dhe zgjedhjet e ardhshme të gjitha në disa plane. Edhe një pyetje të fundit për çështjen Agasi. A keni ju informacion në lidhje me përmbajtjen e videove në zyrën e Agasit, pasi në mjedisin mediatik qarkullojnë informacione se aty është diskutuar dhe për çështje të caktuara gjyqësore, si kundër dhe për zgjedhjet e 11 majit? Aty ajo është galeria më e zezë e shtetit shqiptar. Por ajo
është në kontroll të plot të Edi Ramës, masi unë kam konstatuar që aty nuk janë është dhe vetë Edi Ramës për djeni. Po, i them Edi Ramës, e sfidoj të dalë, të zotohet që nuk është edhe ai personazh aty. Të dalë, të bëj të zotohet, që s'ka qenë, se është si pas disa burimeve. Ka qenë është keq fare, biles. Po, kush merë tani? Ajo thash është një galeri e zesë. E ka në kontrol e Edi Rama. Faleminderit.